Emisionit për të traditës, jemi me legjendën e muzikës i cili është edhe kryesori i grupit Elida 5. Ky personazh, kë figurë, kaq e dashur për publikun shqiptar, unë mbaj mend sot 30 vite në këtë fizionomi. Të përshëndes dhe është një kënaqësi dhe privilegj që bëj një bisedë bashkë me ju. Sekreti i parë juaj, ju mbaj mend fytyrën tuaj si para 35 viteve nuk ka ndryshuar fare. Faleminderit për ftesën që më bëhet të jem pjesë e emisionit tuaj. Më vjen mirë që gjendem në këtë ambient të bukur. Shpresoj të kemi një koncert të bukur sonte. Mundohem nga pak. Ajo muzika është ajo që na mban normal që të jemi gjithmonë në formë. Dhe besoj se i kemi përvallu vitet pak, këto vite që kanë kaluar. A mos është ndoshta kur këndoni Shqip rinoj edhe 10 vite më shumë? Ne si zakonisht gjithmonë kemi kënduar Shqip, edhe vazhdojmë të këndojmë Shqip. Ashtu që ndoshta edhe ajo është ajo që na mban sken, publiku që na dashuron, që i don këngët e grupit Elida 5. Si e prisni ftesat kur vini në Shqipëri? Me plot kënaqësi, sepse Shqipëria është ajo që gjithmonë na ka dhënë kënaqësi, publiku i Shqipërisë gjithmonë na ka prit krahapur dhe vazhdon edhe më të qetë që të na pres, që të na adhuroj dhe normal që ta përkrah grupin Elida 5. Sot këtu në Fush Studio, sa këngë do performoni? Ne do të shfaqim një koncert të grupit Elida 5 që afër 2 orë, do me thonë do t'jenë përmbledhje disa këngëve të krejt albumeve. Jemi munduar që të bëjmë një përzgjedhje të bukur. Besoj se secili që do të jetë sonte këtu do ta gjejë veten në ndonjë nga këngët e grupit Elida 5. Kush është kënga që ju e këndoni me gjithë shpirt, ju të gjitha këngët me shpirt e këndoni, pa ajo këngë që ju e këndoni edhe kur jeni vetëm në makinë? Ne t'ju them drejt, atë gjithë këngët nuk mund të dallojnë në një këngë, por nëse marrim se cila këngë është ajo që e ka bërë të famshëm grupin Elida 5, duhet ta pranojmë se është kënga Nuk jam Al Capone, e cila në vitin 92 ka dalë në treg. Do me thonë është 33 vite në treg, akoma kërkohet nga publiku, edhe pse kemi edhe shumë këngë tjera të bukura. Si ju duket ky vend sot ku jeni këtu? I mrekullueshëm, ambienti i mrekullueshëm, besoj që sonte të vinë njerëz dhe të kënaqemi së bashku me ta. Unë jam i tip që ju ngasmoj shumë. Çfarë mendoni ju që duhet të ndryshoj pak Shqipëria? Jo, Shqipëria ndryshon me të madhe ndryshon. Unë jam 35 vite që e frekuentoj Shqipërinë, do me thonë e di se ku ka qenë vitin 90, 91 dhe ku është sot. Do me thonë, si mbas meje, unë që shoh ndryshime, Shqipëria ecën në hapa shumë të mëdha drejt civilizimit, drejt ndërtimit dhe e shoh se çdo gjë ndryshon për të mirë. Si i shihni të rinjt shqiptar, a janë muzikë dashës, ardashës? Patjetër, janë muzikë dashës, janë një rini që e kupton muzikën, janë një rini që din të respektojnë artistin dhe normal të din që të dallojnë vlerën nga Antivlera. Kush është mesazhi juaj që ju do t'i jepni të rinjve shqiptar, jo vetëm këtu në Shqipëri, por në gjithë botën ku janë shqiptarët? Por normal, të rit që të mundojnë, që të mësojnë, që të ecin përpara dhe është kohë që të gjithë të inkuadrohemi në Europë, të mbajmë disa standarde europiane dhe të gjithë rrugët i kemi të hapura pse mos rinia të ecë përpara, dhe me thonë. Ajo është që kanë kushtet e është momenti që ta shfrytëzojmë. Të fudhem pak ke jeta personale, kujt ja ke trashëguar këngën, ose kush e ka thithur këngën në zërin tënd? Arti trashëgohet, është e vërtet, nuk mësohet. I kam edhe vajzat e mia që kanë ndjekë rrugën time, janë ato që edhe kanë kryer Akademinë e Muzikës, janë në muzikë, ashtu që mendoj se trashëgimi janë o e kam lënë edhe tyre. Veç këngës të grupit Elida 5, ju vetëm, çfarë këngë e këndoni jashtë e grupit? Që të them drejtën, as shumë këndoj sa që kur mbeten vetëm as që këndoj, duhet që t'jemi qetë, do me thonë shumë koncerte, ashtu që shumë ufime, koncerte s'mëngelet edhe ko që të ndëgjoj apo të këndoj muzikë, do me thonë kur jam vetëm. Duhet të ndëgjoj ndonjë muzikë shumë më të qetë, më relaksuese, ashtu që nga muzikat e jashtme ndëgjoj edhe shqiptare, normal kemi edhe në muzikë të bukur. Sot kuptohet që do këndoni shumë këngë, por për shqiptuesit e gjithë që ndjekin emisionin për të traditës, çfarë këngë mund të këndoj
refren të shkurtër bashkë, se dhe mu më pëlqen muzika për nuk E di, ama sonte do të keni rastin edhe të incizoni edhe të ndëgjoni, do me thonë, do të këndoj me përcjellje edhe do të jetë shumë më bukur. Po një mesazh që mund t'ja themi me 20 plot gjithë shikuesve. Dëgjoni grupin Elita 5, nuk do t'jenë zhgënjej asnjëherë. Miqtë të emisionit për të traditës, dëgjojeni fjalën e legjendës së këngës dhe të grupit Elita 5. Dëgjoni muzikë shqiptare thamë. Pa qetër. Faleminderit Shumë faleminderit. Edhe juve suksese. Faleminderit.